Nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arbër Ademi në një preskonferencë për media adresoi kritika drejt qeverisë për mos realizimin e premtimeve në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai tha se BE-ja e tha qartë se nuk do të hapen kapituj të tjerë për Maqedoninë e Veriut. Raporti i cili për grup kapitullin e parë, themelet apo fundamentals, përmban kritikat më serioze që ka marrë Maqedonia e Veriut në vitet e fundit. Ky klaster është thelbi i negociatave me Bashkimin Evropian. Ai përfshin demokracinë, sundimin e ligjit, administratën publike, ekonominë dhe prokurimet publike. Pa ecuri në këto fusha, nuk ka negociata. Nuk ka kapituj të rinj, nuk ka përparim drejt Bashkimit Evropian. Për fat të keq, raporti konfirmon se qeveria aktuale ka dështuar pothuajse në të gjitha standardet themelore evropiane, duke futur procesin integrues në blokadën më të thellë që ka përjetuar vendi ynë. Sundimi i ligjit në raport thuhet regres i rrezikshëm. Komisioni Evropian konstaton qartë nuk ka pasur asnjë përparim në pavarësinë e gjyqësorit. As për gjyqësorin, as për prokurorin, nuk është arritur pavarësi financiare. Për gjyqësorin, nuk është përmbushur kushti ligjor, 0,8% të bruto prodhimit vendor për financim. Për prokurorin, nuk është përmbushur kushti ligjor, 0,4% nga buxheti i shtetit. Më tutje, ndikimi politik në gjyqësor është rritur. Ndërhyrjet në Këshillin Gjyqësor dhe në Këshillin e Prokurorisë janë të dokumentuara. Rekomandimet e viteve të kaluara janë lënë pothuajse të gjitha të pazbatuara. Ky është një mesazh tepër i rëndë për çdo vend që pretendon të hapë negociata me Bashkimin Evropian. Në 2, lufta kundër korrupsionit. 0 rezultate. Sipas Komisionit Evropian, korrupsioni mbetet i përhapur. Rastet e profilit të lartë nuk përfundojnë kurrë. Institucionet antikorrupsion janë të dobëta dhe jo efikase. Ngjarjet tragjike të vitit 2025 janë dëshmi e mos funksionimit të thellë të shtetit. Kjo përbën dështim total të qeverisë për të garantuar llogaridhënie dhe integritet institucional. Në 3, liria e mediave dhe të drejtat themelore. Përkeqësim i dukshëm. Raporti thekson se gazetarët nuk mbrohen nga presionet. Liria e mediave është dobësuar. Transparenca e pronësisë së mediave mbetet problem serioz. Institucionet që mbrojnë të drejtat e qytetarëve, përfshirë avokatin e popullit, janë të dobësuara ose të pazgjedhura. Kjo është alarmuese për demokracinë dhe liritë themelore.